Ti nuk e di, baklava nuk e di, ka herë edhe që ja futi palja qështu, m'del mirë, e hongre 5 pare s'japi. Vjerën e kam krahën e djathtë, Zoti aty ka shumë falë s'tjep gjitha. Po. Kështu që në kuzhinën e sa ma largë, nëse du një ushqim shqiptar, vish një text message ose një telefonat jabaj vjerës, apo don flia, apo don baklava, apo don gjana që janë shumë, që janë slow cooking, të na shqiptarë vjera mi pregadit, se parja sot gjitha ti bjerë. Unë e gjykimat me disa Amerike kam i thiri shoqet në qaj. Po, drekën e qaj në restorant, prej restorant e vina në shpepina qaj. Edhe kënaqen. Ti veç e përmene këtë pjesën e urrejtjes, po kusht ka nejt nështë mas afërmi që e ke ndje që të ka përkra, përveç familjarve, ose një shok, ose një shoqe, ose edhe bashkëshorti, peste që ka qenë pjesë e pandashme e jotja, normal me pas një gru të sukseshme në krah, kush nuk ish dasht me pas, kështu që pa dyshim që ai ka qenë pjesë e jotja, po një shok, një shoqe që për një me nështë asët e kështë falenderu që të ka qëndru afër. Unë për veti nga tëllësia zemrës, i falenderoj mas pari mamin, që gjithmonë ma ka bo, nuk është e thone, sa herë bjen test, është e thone që me gëzimin, me gëzu atë suksesin tonë. Ato të parën, bashortin, fëmin, vjerën, që vjerën e kam gjithmonë kradiat kur jem punat e fëmija, edhe pse që në Kosovë që 2 javë për 3 hi, shoku edhe vjera kujdesen për fëmijët, se janë shumë të ri, 17 vjeçar djali, vajza 14, po edhe kam edhe rrethin, do me thonë, kam shoqërinë shqiptare që më përkrahin. Po, prej atyne 250 familje që jemi, muj me thonë ndoshta 20% më përkrahin, 80% më përkrahin. Po edhe ata, ma mirë me ta pasi nati, se me thoni ngrati. Kështu që me ta pa ta, ti ke vazhdu për para. I am good. Ti e përmene vjerën, kështu që po do me përmene dhe në pak që të momente vjerën tane, sa një jetë krenare e me ty, ose cilat jem fjallë që ti thot? Se të bashkëshorti kaluna me një pjesë tjetër e rrina pak ma shumë të ajku, për të vjera po më interesan. Vjerën e kam krahën e djathtë, si nga fëmija, si edhe për gjëra tjera, për cooking, për mezi, se unë e për veti, Zoti aty ka shumë falë s'tjep gjitha. Kështu që në kuzhinën e sa ma largë, nëse du një ushqim shqiptar, vish një text message ose një telefonat jabaj vjerës, apo don flia, apo don baklava, apo don gjana që janë shumë, që janë slow cooking, të na shqiptarë vjera mi pregadit, po mbi të gjitha, ajo mburret me suksesin tem, edhe thot që këto nuset e dyja, e kam edhe një kunat tjetër, e kam edhe një kunat beqar pa martu, thojnë, rejat e tjera me mardh, sa se kam filloretën, vetëm 20% sa ti që je, për mu i mjaftan. Kështu që për mu nuk ka fjallë ma të mirë se atë fjallë që e ta. Ti flije këse ushqime tradicionale, dhe më thasë, për dishe me përgadit. Kështu veç e ceke që nuk e di. Ti nuk e di, baklava nuk e di, po gjana tjera e di, që edhe pse që me të rëgu drejten, ka herë edhe që ja futi palja qështu, m'del mirë, e hongre 5 pare s'japi. Ka me ta qitë për mi tavullin. Kështu që edhe ato edhe mburre me dhe thom, I din qka, it's not my passion. Nuk është my pasioni jam. Kuptan? Se parja sot gjitha ti bjerë. Kështu që nuk ka rëndësia, dhe më thojnë pare të kim, unë është me i biletë të ta. Të gjitha. Okej, me ushqim s'ka ke mirë, po a del kona herë mja qitë vjerës një kafe dhe mull me pikë shtu për qefi? Pa tjetër. Ose dhe ato e që dhihra? Unë jam shumë mikprice në familjen tem, kështu që me pastru, me shërby, qaj, kafe, unë e me gjygyma. Unë e gjygymat me disa Amerike kam, i thiri shoqet në qaj, i thiri 2 prej 2 mbohen 7-8. Se e du atë shoqërin, e du atë ngrotësin. Unë edhe kur vinë Kosovë, ma shumë e du një qaj e një kafe në shpe, se me mëqu një lokal apo një restoran ma të mirë në Prishtinë. Se e du atë ngrotësin familjare, para se me shku, do me thonë, në për lokale ndryshme. Tash edhe ma herët. Kështu që kafe në pjatë që vjerës? Pa tjetër. Mësa e kuptova? Pa tjetër. Kafe, qaj, torte, pregaditje, po diçka me pasion që me thonë vëlla një drek, po drekën e qaj në restorant, prej restorant e vina në shpepina qaj. Edhe kënaqen. Llafe muhabete e kam ata, a më vjerën e kam për qefi se e falenderoj nga shpirti e zemra, se për gjitha të mira që mi ka bo, sidomos fëmijët vjerra mi ka rrit, se
unë kom punu aq tepër me arrit suksesin tem. Sot, për shembull, si një businesswoman, unë sot punoj prej shtëpis, ku bledjonën e bleronën i kontrolloj 100%. Një telefonat, nuk ka shansa vajza me një text message mi që dikona, pa e kontrolluan. Se gjithmonë kom mendu që ma mirë milion fëmijën e vogël, kur janë fëmija vogël, anybody can watch them. Po kur janë, për shembull, blerona 14 vjeçare, ka së mund me ndodhë, sot ka ardhë TikToki, ka ardhë social media, ka ardhë Snapchati, se edhe pse se adoroj kur, unë Snapchat për veti se preferoj se kam, po një text message që e qënë dikone shlyhët, zdune vajzës ta mja gjithë, kështu që e kontrolloj 100%, ka ra vjera ma ka këqyrë, por unë e kom punu ka 12 orë, 13 orë, 2 puna, 3 puna, trust me, suksesin që une sot e gëzaj, nuk ka ardhë prej Trumpit. Bill Clinton, po ka ardhë, do me thonë, step by step. Hap pas hapi. Hap pas hapi.